Të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar një lajm i cili sot po bën xhiron e rrjetit, do me thënë ka elektrizuar rrjetin. Natën e mbrëmshme në kanalin zyrtar në YouTube të Ilirianës dhe Artit, të dy ish banor të Big Brotherit, dy artistë të suksesshëm, sollën këngën e tyre Haram, një këngë e përkthyer nga gjuha turke. Një këngë që tashmë ka marrur popularitetin botror, do me thënë është e kënduar në shumë gjuhë dhe ka marrë një popularitet jashtëzakonshëm. Por Adri dhe Iliriana, si zakonisht, baladat i bin me një frym shumë të bukur dhe e kishin qarë fare. Edhe pse akuzohen për formën se si e kanë marrë këngën, por kënga Haram nuk është e marrur për herë të parë nga Adri, nuk është e marrur nga Iliriana, do me thënë është një këngë që është përkthyer për të disatën herë, por Adri dhe Iliriana e kishin përkthyer në formën më të mirë, e kishin kënduar në mënyrën më të bukur dhe i përshtatet më së shumti originalit, sepse vetë kënga origjinale është e punuar nga një djalë edhe nga një vajzë. Por ajo që mori vëmendjen më të madhe është prezenca e Xhenetës. Tani, edhe në një këngë të mëpërparshme që u bë kënga Pishman nga Adri dhe Iliriana, që pati një sukses të jashtëzakonshëm që në natën e parë, protagoniste apo figurante në videoklip ishte Xheneta Fetau. Dhe pikërisht, dhe në videoklipin e këngës Haram kishin përzgjedhur Xheneta Fetaun si figurante. Xheneta për aktore, për artiste është e jashtëzakonshme dhe mua më befason fakti, ka disa njerëz që thonë lotët i kishte të rejshme, po tani kush është ai njeri që qan me të vërtet në një videoklip? Normalisht që lotët janë të rejshme, tani nuk kuptohet që emocion ka, dhimbje ka, por lotët nuk janë të vërteta. Dhe ajo që sot ka marrë më së shumti komente, po komentohet, po shkruhet, po flitet për të, është bluza mbi të cilën Xheneta qante, që thuhet se është bluza e gjestit. Ja të shohim për shembull çka kanë thënë portalet shqiptare. Nata e mbrëmshme solli publikimin e baladës më të re Haram nga Adri dhe Iliriana, që më njëherë u bë temë në rrjetet sociale. Por këtë herë jo vetëm për muzikën, por për një detaj që su shpëtoi ndjekësve. Në videoklip shfaqet ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetau. Në disa skena emocionale, Xheneta shfaqet duke qarë dhe duke mbajtur në duar një bluzë të zezë. Ishte pikërisht kjo pamje që ndezi rrjetin dhe plasën dyshime tek fansat. Sipas tyre, bluza që Xheneta mban në duar është e njëjta bluzë që dikur i përkiste gjestit, ish banorit me të cilin ajo krijoi një lidhje gjatë qëndrimit të tyre në shtëpi. Mjaftoi ky dyshim i fansave dhe komentet nisën menjëherë në rrjetet sociale. Ajo është bluza e gjestit, se heq nga duart, mos janë takuar pas daljes nga Big Brother, Xheneta ende e ruan si kujtim. Megjithatë, disa të tjerët shprehen në komente se ndoshta bëhet fjalë vetëm për një rastësi dhe se është thjesht një bluzë pa ndonjë kuptim të fshehtë. Xheneta deri më tani nuk ka reaguar ndaj këtyre dyshimeve, por fansat presin nëse ajo do të thotë diçka në vijim për gjithë këtë situatë që bëri lëmshin e rrjetit. Do me thënë, e para njëherë kjo nuk është bluza e gjestit, sepse nuk e dim nëse është bluza e gjestit, dhe nuk ma merr mendja që Xheneta do të merrte bluzën e gjestit pikërisht në këtë situatë të ndërtuar dhe të qante mbi bluzën e gjestit. Mendoj që kjo nuk ka të bën fare, nuk ka një argument që është bluza e gjestit, nuk ka dalur një video nga rrjetet sociale që Xheneta Fetahu, do me thënë, i ka marrë një bluzë nga gjesti etj. Por unë mendoj që kjo nuk është bluza e gjestit. Më jepni ju mendimin tuaj dhe ju premtoj që nesër do ta elaboroj më gjatë duke sjellur dhe fakte.